Houston have so many problems. So many problems kanë ndryshuar realitetin. Jo një tek. Jo një tek, po shumë probleme. Domethënë kemi shumë probleme lart, domethënë që mes cilave janë 3 asteroid që ne po mundohemi me inteligjencë artificiale të drejtojmë gjithë të apartamenti i vogël dhe modest i kolegut. Në katë? Atëherë. Në katë 13, po gënjej. Në katë 13, okej. Aty keti në katë 13. Aty ka përpari. Atëherë, shiko, to janë 3 që ne i njohim, që janë, ne i quajmë venusian praktikisht, sepse janë asteroid të cilët ndjekin praktikisht trajektorën ose orbitën e Venusit, të Afërditës, që ne i themi Afërdita. Po. Dakor? Dhe duke ndjekur dhe ky është një problem shumë i madh për neve, sepse ne i kemi identifikuar deri tani. Po nuk e dim se sa mund të jenë. Sa më shumë? Tani, sistemi ynë diellor, ne e imagjinojmë sikur është një objekt i qëndrueshëm, statik në kohë me tjera. Nuk është e vërtet, mjafton të shikojmë që kemi meteorit që na bien në vazhdimsi, domethënë, dhe që do të thotë që kemi gjithmonë në vazhdimsi ndryshime. Kemi lëvizje të ndërsjellta ndërmjet trupa, bashkëveprime ndërmjet trupave. Dhe e lexova artikullin që kishin publikuar astronomët dhe faktikisht nuk është se është ndonjë problem për ne. Pra, në vazhdimsi... Për ju mos tjetë problem, për ne. Për ne, do më thënë. Ne, do më nga përshin dhe ne. Pasi në ratë parë një janë asteroidë cilët në realitet, në qofë se godasin, në thonjë apo e them të sipërfaqen e tokës, është e krahasuar me efektin para 60 milion vitesh me dinosaurët. Pra, janë asteroidë të cilët mund shkaktojnë një ngjarje me zhdukje planetare praktikisht. Çfarë thumë? Po normale, sot, shiko, atëre nuk ka pas Armageddon, nuk ka pas aftësi që ti të shkosh të llogarisësh trajektoren. Më i malli. A nuk është e mundur kjo që po them, llogarit trajektoren dhe dërgon raketë, bën një devijim të orbitës edhe ja ku shpëtuam. Shpëtuam kur? Do të thonë, dy janë mundësitë. E para e devijon. Në momentin që e devijon, nuk ke më asnjë ide se çfarë orbite do të ndjek. Dhe nuk e asnjë lloj sigurie që nëse devijimi nuk është mjaftueshmërisht i madh. Ne të dy e dim se e njohim matematikën nëse ti je i sigurt për objektivin, pra në momentin që ti planifikon që do të jetë. Nuk funksionon ashtu. Ti devijimi pastaj hym ke probabilitetet dhe probabiliteti shumë më i madh është që mos godas më në tokë, nëse ti devijon. Nuk është e vërtetë, sepse çdo lloj ndryshim orbite çon në bashkëveprim me objekte të tjera dhe mund ta kesh pastaj akoma më të sigurt goditjen. Mund mos e kesh, problemi është që në një goditje ai mund të godas një objekt tjetër që mund të kthejë këtë objektin tjetër. Probabilitetet janë gjithmonë të vogla dhe ti do luash me probabilitete. Po flasim për probabilitete praktikisht, ne tashmë nuk është se njohim. Domethënë i vetmi asteroid që ne dim që do të kalojë tek vryma e Chelsit pas sa i bie, pas 4 vjetësh në 2029 është Apophis. Ato e dim, pasi kaloi më parë Biles me shumë mundësi, megjithëse shumë i vogël, me shumë mundësi një pjesë e njerëzve do ta shikojnë edhe me sy të lirë, po themi. Pra, qëllon pjesa e natës kur të kaloj dhe mund të reflektohet nga rrezet e diellit dhe normalisht sepse do jetë shumë afër. Do të jetë kalimi shpejt apo do zgjasë me ditë më me javë? Jo, kalimi i asteroidëve është momental praktikisht. Pra, nuk është si kometa Halley që e pam 2 javë nga dritarja. Jo, po nuk është kometa, kometa është miliona kilometra larg. Po, kurse ai do të kalojë në mes orbitës tokës dhe hënës. Po shkrimi thoshte se këta trupa qellor mund të vinë brenda disa javëve, a mund të jetë parashikueshme? Jo, 1 minutë, kush është problemi? Të po mundosh ato përpara. Po. Atëherë, duke qenë se janë në orbitën e Afërditës, praktikisht janë dhe shumë afër diellit. Dhe shkëlqimi i diellit bën shumë të vështirë vërejtimin e tyre para se të afrohen në një orbit me tokën. Praktikisht, për momentin, nuk ka asnjë lloj rreziku, domethënë vazhdojnë atje, por ne nuk jemi të sigurt pikërisht nga ato perturbimet ose ngacmimet që ato mund të kenë në vazhdimsi, duke sepse ato janë me të vërtetë në orbitën me Afërditës, por në momentin kur kalojnë për shembull mund të kenë një ngacmim nga Mërkuri. Pra, një spostim të orbitës nga Mërkuri etj dhe probabiliteti që është bërë ose llogaritë që janë bërë është për mbas 150 vitesh. Mund kemi ndoshta një zhvendosje të këtyre asteroidëve. Sepse toka relativisht është shumë afër, është vetëm 30 milion kilometra, po themi larg nga orbita e Afërditës në pikën më të afërt të saj. Domethënë ne presim as 100 ca vjetësh. Jo, ne nuk kemi për ta pritur, jemi të sigurt, domethënë gjithë ne që jemi këtu s'kemi për ta pritur, jemi në rregull. Ne jemi në rregull, ne kemi shpëtuar. Pse bëjmë ne këtë mohabet tani apo? Por ka një problem tjetër. A kemi përpasarësit, sepse nuk janë vetëm këto asteroid. Ka dhe tjerë. Ka dhe tjerë. Është atëre.
Ndoshta mund të themi për ndërtimin e sistemit diellor, praktikisht si të themi neve, dhe atë që ne njohim më mirë. Praktikisht e dim, dielli, 8 planetet. 8. Plutonin e hoqim. Faktikisht nga 2005 deri në 2006 kemi pas 10. Planete? Po. Ka qenë dhe Eris, është një planetoid, pra i ngjashëm me Plutonin, i cili ka pas një orbitë të çuditshme, sepse një pjesë të kohës është më afër me diellin se Plutoni. Pastaj largohet 2 fishin e orbitës së Plutonit. Domethënë është elipsoid i shtrirë. E ka shumë eliptike orbitën dhe edhe atëherë astronomët nga që nuk po merrin vesh çfarë bëjmë tani ta fusim ta quajmë planet, mos e quajmë planet, zgjidhja ishte hoqim dhe Plutonin nga planetet. Qartë. Dhe një fonda ata këto. Futën planetet, si hoqim dhe Plutonin me që nuk shpjegojnë dot të tjetrin. Ram rehat. Sepse u përcaktuan disa parametra të cilët përkufizojnë çfarë do të quajmë një planet. Plutoni, me sa di unë, quhet planet xhuç në atë. Jo mund quhet, është një familje e re që e planetëve që quhen planet xhuç praktikisht, ku është mund të fusim dhe Cererën, që është asteroidi më i madh, po që ka një diametër mbi 1000 kilometra. Dhe shumë se është dhe një objekt tjetër i krahasueshëm me Erisin, Erisi është i krahasueshëm me Plutonin dhe me hënën e Plutonit, që se ky është problemi. Plutoni nuk është trupi, pra është një sistem binar Plutoni. Nuk është një planet si Toka me hënën, ku hëna rrotullohet rreth Tokës. Në realitet nuk është e tillë, sepse rrotullohet rreth qendrës së përbashkët të gravitetit. Por Plutoni dhe satelitit i tij kanë masa pothuajse të krahasueshme. Kështu që rrotullohen, nuk është një sistem që e ka pastru orbitën e tij. Megjithatë, dhe pastaj kemi mbas Plutonit, mbas Neptunit faktikisht, kemi brezin e Kuiperit, quhet, cilin e njohim relativisht mirë, po themi. Okay. Por problematik bëhet reja e Ortit, që është një re sferike praktikisht, shumë larg nga dielli, me objekte, ne kemi deri më tani kemi pasur 3 objekte, janë 3 kometa që kanë ardhur nga reja e Ortit, të cilat kishin një orbitë 50.000 vjeçare, nëse mbani mend vjet par vjet, ato kometat që u bën shumë lajme të tjera, por nuk u pan praktikisht. Dhe aty kemi, nuk e dim se çfarë mund të ketë. Dhe duke qenë se janë sferike, orbitat e tyre janë krejtësisht paparashikueshme. Pra, nuk janë në planin e orbitave kur rrotullohen gjithë planetet. Por janë në sferë. është një sferë, është një shpërndarje sferike, objektesh dhe një pjesë e mirë kometave vjen pikërisht nga andej, pra flasim për akull realisht, dhe njëkohësisht pastaj kemi brezin e famshëm të asteroidëve, po të afrohemi më afër, në orbitën mes Marsit dhe Jupiterit. Dhe këto asteroid, në realitet, duke qenë se ndodhen në veprimin e forcave gravitacionale të Jupiterit që shumë i madh, ka raste që shkputen, dhe kjo është arsye pse kemi asteroid edhe venusianët, praktikisht, që janë tek afërdita, kur do të ishin mes Marsit dhe Jupiterit, po nuk janë më sot, sepse në miliona, miliarda vite, orbitat e tyre ndryshojnë në vazhdimsi. Një tjetër kuriozitet se normalisht në njerë, unë i ndjek 2 personazhe që janë dhe astrofizikan. Astronomë mirë. Ose astrofizikan, astrologio, ose besoj, po nëse. Janë edhe goxha, janë divulgativ, në kuptimin që përhap informacion. Besoj Neil deGrasse Tyson i pari? Është, bravo, dhe Michio Kaku, i cili... Nese. Shi famshëm, kolegë, jep spektaklin gjithë. Nuk e njefti këtë? Michio Kaku? Michio Kaku. Michio Kaku? Do ta shohim. Profesorin do shta nuk e njefti. Japonez? Jo, Amerikan. Është Amerikan. Me mbiemër Michio Kaku? Po mirë, me origjinë japoneze. Nuk e vendos njeriu. Tashmë është Amerikan. Nuk është japonez. Po të kishte dash do ishte quajtur Tom Cooka, besoj. E njeftë Michio Kaku? Si jo? Patjetër. Okej, ka filluar të flas pak për çfarë po, Elen. Ai paska shumë pllumat. Po. Mund t'i bjem dhe shkurt, gati me po me jo edhe me ndonjë sepse të shkurtër, për shembull. A është e vërtetë që udhëtimi në kohë është thjesht çështje teknike tani? Nga asteroidet, absolutisht jo. Nuk është çështje në kohë. Atëherë, të sqarojmë një herë për çfarë udhëtimi në kohë po flasim. Ne aktualisht udhëtojmë në kohë. E di çfarë quajmë? Jetojmë. Po. Njëkohësisht, fizika, kozmologjia, që të gjitha pranojnë që ne mund të udhëtojmë përpara në kohë. Thjesht duke udhëtuar me një shpejtësi më të madhe, të parafort me shpejtësinë e dritës. Pra sa më shumë i afrohemi shpejtësisë së dritës, rrjedhja e kohës, jeni kujdes, për personin që udhëton në lidhje me një tjetër që është në prehje, ndryshon. Që do të thotë, në qoftë se udhëtojmë me 90% e shpejtësisë së dritës,
Për mua ultimi në yllin më të afërt do zgjasi, po të bëjmë llogarit, ndoshta 4-5 vjet ose 6 vjet, sepse shkurtohet dhe distanca realisht. Ndërkohë që në tokë kanë kaluar kanë kaluar 9 vjet, po themi. Biles, nëse e shkojmë me 0.9999 c, ne mund të shkojmë në galaktikën më të afërt me ne që është Andromeda, nuk po flas për këto të voglat Rena Magellanit, që është 2 milionë e gjysmë vjet dritë larg. Mund të shkojmë e të kthehemi për 10 vjet, po në tokë kanë kaluar 5 milion vjet. Pra, ky është ultim në kohë, në funksion të sistemit të referimit. Ultimi në kohë që i referohet Miçi, Miçukaku është indian dhe është folës motivues. Jo, ndoshta është një rast omonimie. Përveç kësaj. Jo, një minutë. Ai flet për ultimin mbrapsht në kohë. Në realitet, po të flasim vetëm nga teoria speciale e relativitetit dhe teoria e përgjithshme e relativitetit. Se kolegu do të jemi dakord. Do të shkoj takoj Leonardo da Vinci. Jemi dakord. Problemi na del në një problem tjetër, në një problematik tjetër që nuk përfshihet termodinamika në atë mes. Dhe termodinamika të thotë jo. Jo. Pra është e pamundur edhe teorikisht. Praktikisht jo. Ose mund ta them të tillë në një formë të tillë. Ti mund të udhtosh mbrapa në kohë, por kur të shkosh aty mbrapa në kohë, thjesht do rrish në atë kapsulën ose kapsulën ku ti je futur ose në atë fluskën ku ti ndodhesh, dhe kaq, nuk bësh vepron fare me ambientin rrethues. Sepse mos harroni, kur ti kthehesh mbrapa në kohë, ti do të kthehesh në një univers që ka energjinë e asaj kohe. E kuptoj. Pra, do të kthesh mbrapa që ti të bashkëveprosh me universin, sepse nuk është çështje të udhtosh në kohë. Ti çfarë do të bësh pasi të udhtosh në kohë? Do bashkëveprosh me universin. Ti nuk bashkëvepron dot, sepse në universin nga ti vjen, është një univers që ka energji tjetër. Mjafton në 1 sekond, imagjinoni sa është pa imagjinueshme energjia që shpërbëhet në univers, po themi për 1 sekond. Imagjino tani të kthehesh, pra ultimi mbrapsht në kohë është i pamundur. Ta flej menën për këtë, nuk kemi për të bërë ndonjëherë, dhe mbi të gjitha do ta kishim një ka njerëz që thonë jemi kthyer mbrapa. Jo, e di çfarë do doja të kthehesha në 2008 edhe mos e firmosim atë ligjin, atë kushtet për zgjedhjet. Ndërkohë, në laboratorin më të famshëm në Kolidron, në CERN, është bërë një gjë shumë interesante, e kanë marrë bakrin, e kanë ngjeshur pafund dhe kanë prodhuar arin. Me sasi shumë të vogla, domethënë. Të CERNit, a i kemi pagu për tjetër gjë? Po, kolegë, janë alkimistët e kohëve moderne. Okej. Se në fund ditës, si puna e saktë tonit, të zbulojmë arin duke u nisur nga. Do të se kjo është pjesa e dytë e ime, sepse unë jam thjesht jam përgjegjësi i grupit të Politeknikut. E di, prandaj thash, domethënë atë futen në gjë në xhep, në monedhë arin, në frank arin. Po jo, tani. Mund quhet alkimi, në realitet në CERN tani po bëhet në mënyrë të kontrolluar, të pa kontrolluar është bërë në vazhdimsi, jo vetëm me anë të ndarjeve, por edhe për reaktorë bërthamor, me anë goditjeve me neutrone, po themi, kemi zbërthimet në vazhdueshme. Nuk është, kurse kjo është hera parë që po bëhet relativisht, nuk është se ngjishen. Gjatë përplasjes kemi shkrirjen e bërthamave duke kaluar në elementet. Orbitalet që jo, orbitalet harroj, flasim për bërthamën. Bërthama është ajo që përcakton elementin. Do të thënë ata thjesht shtojnë protone, neutrone apo neutrone të tjera. Atëherë, shikoj çfarë ndodh. Shtojnë protone, ose të shtosh protone është vështirë. Është më thjesht të shtosh neutrone, ku neutroni kur hyn brenda, sepse vetë bërthama e atomit nuk është një objekt strikt i ngurt, pra protone, neutrone. Në realitet kemi kemi një si themi një shndrim të vazhdueshëm, është pak a shumë si e lëngët, si më thënë, është më shumë, mund ta marrim si një pikë ujë që e kupton, është likuide, le të them. Likuide në thonjza. Dhe kemi në vazhdimsi shndrimin e kujt, e kuarkeve, të cilët përbëjnë këto, dhe kemi pastaj gluon bollin që ngjitsin, si thuash, që i mban këto nukleonet lidhura me njëra tjetrën praktikisht. Pra, në momentin që ne shndrojmë bërthamën, e bëjmë të një elementi më të rënd në tabelën e Mendelejevit, elektronët vinë vetë. Si më thënë, është më thjeshtë. Ose të shumë të lirë, pastaj çdo ion tenton gjithmonë të kthehet në gjendje energjetike me nivel energjetik më të ulët. Dhe më e ulta në absolut është kur ti e mbush me nivelet elektronike që të gjitha. Fantastike. Dhe kolegë, e tham për ju, është ionet pozitive. Unë dhe profesori dim këto gjëra. Kërkojmë të marrin praktikisht elektron. Kolegë, se ti mund të jemi lirshëm në laborator, mund të jemi ato. Jo, se ta shpjegoj bërthamën e kishe gabim të tezën të bërthamës. Jo, nuk e dija këtë pjesën likuide, shndrimit, kisha një ide në kuptimin që kemi në vazhdimsi, është fluide, është më e bukur. Fluide. Është saktë fluide? Praktikisht rrjedhse dhe likuide është një të gjë. Megjithatë sinonimet njëra tjetrës, është semantik, nuk është. Ti do tregosh që di nga gjitha fushat e tani, koleg,
Tani do të programohesh ndryshe, se do kemi aranitin i cili është për tokën e sheshtë. Dhe thot që në skajt të tokës ka akullnaja, e kam dëgjuar unë? Në skajt të tokës? Po. është e sheshtë dhe në skajt e saj... Ke pa në herë tepsi byregu? Po, pa tjetër me? Akullnajat është bordi, byregu në mes është toka, si pas atyre dhe çdo gjë. Tani, pyetja që mund t'i bëj unë është vetëm kjo, okej, shumë, në rregull, jemi dakord. Ora toka që nga e sheshtë. Për çfarë na hyn punë? A mund ta kemi profesorin gjatë kohës që bëjmë lidhjen, do rishme edhe 10 minuta? Për një arsye shumë të thjeshtë. Kjo teknologji... Po se ai do flasë për Joe Biden që ka vdek. Po e bëjmë në fakt. Ai të flasë për çfarë do të. Tani ta shpjegoj, është shumë e thjeshtë. A na hyn punë apo jo? Okej, jam shumë në rregull, po e pranoj, toka që nga e sheshtë. Për çfarë hyn punë? Çfarë makinerie është prodhuar në bazë një teori kur ndërtohet, nuk ndërtohet thjesht se kam një teori për të bërë muhabet ke kafe lagjes. Duhet të prodhoj çfarë? Do të prodhoj teknologji. Pra, gjithë teknologjia që ne kemi është ndërtuar në bazë të disa teorive fizike, fillimisht. Flasim për teknologjinë e sotme, është gjitha fizikë në realitet, është zbatime të ligjeve të fizikës. Dhe këto ligje të fizikës që ne i pranojmë dhe këto teori i manë të këtij telefoni që ja kemi diskutuar një herë, që nuk e dina se si funksionon e tjera dhe duket praktikisht një objekt magjik në realitet. Dhe në realitet nuk kam pse ta dinë se si funksionon, se për këtë arsye janë inxhinierët, janë fizikanët, janë matematikanët e me radhë, për të kuptuar si funksionon ky. Ama në momentin që më thua, po, këtë do e prodhosh ti, atëherë do më besosh mua që të them që ky prodhohet kështu. Eksakt. Pra, në këto 20-30 ditet e fundit që është bërë masive kjo situata. Pas ka i gjohë që të nxjerr pak nga aksi, këto ka sheshtë ta ngre ka i qik nërë. Jo, është bërë problematike në realitet nuk para nërë. Araniti. Araniti, ishte pa parashikuar kjo, por u hapë diskutimi. Se po i thoja unë që... Kokën e sheshtë. Kokën e sheshtë. Thonë për që toka është e sheshtë, dhe kemi profesorin astrofizikante, tjera, që ka mendime bazuara në shkencë, me thonë Aranito, drejten, jo në Facebook si që këti, por kjo është tjetër diskutim. E vërtet është që... Astrofizikanti e përshëndes para juve. Po. Pa juve. Pa neve. Teorinë e tokës sferike, kryesisht oja hoqe, ndikimin e gravitetit, po si me ja heq më bu? Ata mbesin të zhveshur. Zhveshur kushta? Teoretikisht të mbesin të zhveshur. Të të bëj një historik për tokën sferike teori, nuk është teori, po flasim për realitetin. Vërtetimi i parë shkencor i tokës, se çfarë forme ka toka, është bërë nga në shekullin e 6 para erës tonë, nga egyptianët, nga një faraon egyptian, i cili bëri një eksperiment shumë thjesht. I ra rrotull me anijet Afrikës. Dhe gjërat që vunë re ishte fare thjesht. Sfera qiellore ndryshonte. Dhe shikonin konstelacione të cilat në veri, në momentin kur u nisën, nuk i kishin, kur zbritën poshtë pan krejtësisht një qiell tjetër, në tjetër periudhë kohe, dhe kur u rikthyen në tjetër konstelacione. Pra, sfera qiellore ndryshonte. Jo, pa folur pastaj, jo po hija e tokës në hënë etj, nuk e di. Mendimi është gjë tjetër. Kur të flasim për argumenta, shiko, një minutë lutem, sepse nuk mund të flasim gjatë gjithë kohës pa përmendur argumenta. Në qoftë se ke argumenta, shkencor, mund t'i thua, ti po thua, heqim gravitetin. Hiqe gravitetin. Shkencor. Po pra shkencor. Hajde kështu pra. Mirë, ju si astrofizikant, pajtojeni me faktin se nëse një veprim fizik ndeshet me një veprim fizik më të fuqishëm, ky veprimi paraprak bie ndikimi i tij. Në çfarë kuptimi? Jo, atëherë ju do të bëni fizikën e përgjithshme, ky praktikisht është ligji i 2 të Newtonit, i cili thotë që veprimi i trupave, veprimi fizik. Jo, si teori, çiko. Si teori mundësh kelit. Edhe një herë, edhe një herë. Jo, mundësh vetëm kelit mi marrë parë jashtë. Egrit edhe mua edhe tjerëve jo. Edhe një herë. Në momentin që thua veprim fizik, nën kupton një bashkëveprim të një trupi me një trup tjetër. Dhe ky konsiston tek ligji i 2 të Newtonit dhe thotë që normalisht forca është një vektor, po ta them kështu, dy vektorë do të lidhen, do të kesh një vektor rezultant. Nuk hikën ajo. Dhe kështu funksionon bota që ne njohim. Nëse kjo forcë
e Newtonit e dyta, nuk është e Newtonit, është e trupit. Newtoni thjesht e formuloi. Me një veprim fizik. Jo, s'po më lejon me folë se unë nuk jam në studio, edhe duhet me më leju pak hapësirë. Tashi, okej, ta ngjëm deri në fund argumentin tuaj, po. Deri në fund, thuaj deri në fund. Ligji i Newtonit i dyti. Po, është i dyti, se ka 3, Nëse dy trupa ndeshen me bla bla bla. Po. Por bla 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 ndeshen tani, nëse ky veprim bie ndesh me një veprim krejtësisht tjetër, që është më i fuqishëm se ky. Cili tjetër pra? Po mirë dhe tani ta shpjegoj unë, mos u gut. Fusha elektromagnetike 34 herë më e fuqishme se fusha e gravitacionale. Sa herë është? 34. Atëherë, ose i thojni, kur flisni me numra, këtu gaboni ju. Fusha gravitacionale... Jo, nuk gaboj të stil faktin tani në ta mbaroj. Atëherë, është një nga eksperimentet më të thjeshta. Jo, ta në live dhe ju mbetini keq pastaj. Po jo, unë do t'ju mbështes atë që thatë. Sepse fusha gravitacionale nuk është 34 herë, është 10 në fuqi të 36 herë më e vogël se fusha elektromagnetike. E kupton apo jo? 10 në fuqi të 36. 10 në 30, shikoni. Fuqi të 36, jo herë 36. E ke ide që do thot një numër i tillë. Pra, forca tërheqëse ose bashkëveprimi elektromagnetik është 10 në fuqi të 36 herë më e madhe se forca e bashkëveprimit elektromagnetik. Ma tregoni mu një... Ore, jemi shumë dakord. Ma tregoni mu një trup haptinor, cili do qoftë ai, që nuk ka fush elektromagnetike. Atëre... Duke u nisur nga ju, vetë, personalisht. Po. Atëre, është një nga llogaritjet që ne... Pra, mos u gut. Një minuta. E kam bërë këtë llogaritje e kam bërë me studentët. E diti sa është ngarkesa e tokës? Sa kulon është? Ore, sa është ngarkesa elektrike e tokës? Gjoni, kur flet, atëherë edhe një herë. Dhe sa është masa e tokës? Në rezonancën Schumann, unë ta tregoj sakt. Në cilë rezonancë Schumann? Që ajo është e mbatshme. Ore, ata e kemi kryu ne me antrymës dhe është komplet e specifikuar në një vend. E ke idin sa është masa e tokës? O, zotrote. Ore, zotrote, e diti sa është masa e tokës? Mos u zini. Sa është masa e tokës? Jo, unë po i tregoj profesorit po ti nuk mund të tregosh pra fusha elektromagnetike do të bësh një eksperiment. 10 herë më e fuqishme se fusha gravitacionale. Ore, ta thash është 36 herë më e madhe se fusha elektromagnetike. Një veprim fizik i cili është më i fuqishëm se një veprim fizik tjetër, ai e mbizotron atë. Dhe unë po të pyes, më fal. Bëj llogaritjet, ta them unë sa është. Po ta masësh, ngarkesa elektrike e tokës, një minutë. E mbaruam atë temë ne. Ore, pse ti e mbaroj kështu se? Bëre pyetjen t'ja përgjigje. Ore zotri, ti kur ecën rrugës. Kursa është? Ha. Edhe një herë, ti kur ecën rrugën, të kap korrenti rrugës tyve. Mos u ndaj. Ore, ti të kap korrenti rrugës, po them edhe një herë. Që nuk mund ta mposhtësh si teori. Të bëra një pyetje. Nuk më fal, që të ketë bashkëveprim elektrik, a do të ketë ngarkesë elektrike? Ju mundeni, shikoni, bëre një pyetje tash përgjigje. Ju mundeni Edit me i mbajt kësi ligjerata, sepse Edi ju beson shumë. Se toka është sferike dhe graviteti është ai që mbizotron. Unë ju them që fusha elektromagnetike është ajo që e mbizotron. Po pra, edhe unë e besoj që toka është sferike. Në distanca deri në disa kilometra mbizotron fusha magnetike, në distanca kozmike mbizotron fusha gravitacionale. Dhe ta jap dhe arsye që ti s'po lejon. Cili shkencëtar e ka dëshmu këtë? Gjithë. Amën lutem. Gjithë pra. Tani unë po të bëj një pyetje. Ore, ju kap korrenti, aty ku jetë, kap korrenti ty. Ke korrent elektrik aty, ke ngarkesë elektrike aty ti? Pse ndonjëherë kur preki ti tjetër? Me qenë se po thua kështu. Bëj një pyetje. Je i ndërtuar nga atome, pra edhe ti ke ngarkesë elektrike. Ato pemët që ke për qark, pse nuk të tërheqin ty? Po kemi ngarkesë elektrike po. Fusha, shiko, dush me tregun në studio. Ore, e di çfarë fusha? Një fakt dush me tregun në studio.
Çfarë është fuqia pra? Se po me këto tani. Atëherë, një minutë. Ajo pema, ato gjethet që ke aty mbrapa, pse nuk ngjiten tek trupi jote? O profesor. Pse nuk ngjiten pra? O profesor. Ai ke afër, ke shumë afër. O profesor. Po pra. Sepse janë duke u mbajtur nga një pemë tjetër, nga një dru tjetër. Prandaj nuk bie, jo graviteti. Ore, pse s'kap korrenti kur kapat e degën e pemës? Arsyeja që dua ta them është ngarkesat plus dhe minus. Sepse është fusha elektromagnetike është shumë e dobët karshimeje. Kush? Forca elektromagnetike. Fusha elektromagnetike e pemës, edhe kjo ka fushë elektromagnetike. Ore, edhe një herë, ngarkesat plus dhe minus, që sa po folën pak më parë, janë të ekuilibruara. Gjose ke plus dhe minus, nuk kemi fushë elektrike, sepse eliminohet fusha elektrike. E kupton tani arsyeën? Dhe unë pradet të thash, sa është ngarkesa e tokës? Kudo has në fushë elektromagnetike, profesor? Ju po vendoni se... Ke inspiru lafë të tërgoj diçka? Jo, më duhet një pen nga ato plastike. Dhe do bëjt sa letra këtu. Ti tërgoj një eksperiment. Se si unë mund të angarkoj një objekt dhe tërheq copat e letrës. Që ti nuk e ke bënë e herë eksperimentin një të E i bën gjas 4. E kemi bënë gjithë më. Një pak të regoju... Në rastin e Ranidit këtu, se s'ka vë. Profesor, ne kishim hallin... Duhet mi të regu... Ne kishim hallin që ka 10 vjetë që nga ka vdek Joe Biden që ku përfundu. Po, bravo. Tamam. Mund ta bëjmë prapë? Shiko, le të marrim argumente naive që përdorni ju tokës shesht dhe diskutojmë argumente naive. Pra, toka është tepsi. E para, sa e trash është tepsia? E dyta, qa ka poshtë? Po ta qpojmë tepsi në mes, a del kunja poshtë apo jo? To janë pytje apo? Të është shkencor. Dy pytje. Po ima janë pytje. Dhe të treta Aranite, di qa pyre ku ka bo nana djenë tepsia. Tho, tu jam tu. Profesor, juve në studio atyre miqve të mi të dashur, që i kam shumë për zemër, dush mi u tregu se graviteti është vetëm efekt. Si efekt? I cili mbështetet në elementin kimik të gravitonit. Gravitonit? Para punët, gravitoni nuk është element kimik, është një grimës që ne e kemi presupozu, nuk e kapim dot, masa minimale e gravitonit është 10-59, e tjera, e rem të mësume, po pëse futesh në një argument që sa ke i dinë se që po fletë? Jo, mësu gut, pse po gut është tani? Gravitoni është partës i fushës gravitacionale, nuk e kemi kapim. Profesor, është grimës e cila është hipotetike. Jo, nuk është hipotetike, është hipotetike përsa kështë nuk e keni kapur. Është hipotetike se nuk e keni kapur kur, në NASA e ki, në faqen zyrtare të NASA e ki, është hipotetikal... Qa lidhe ka NASA me gravitonin? Element. Ore, nuk është vetëm NASA në këtë planetër, e para punës. NASA nuk merret në studimin e gravitonit. NASA shka jeni të fol tash? NASA nuk merret... A e dini shka jeni të fol? Jemi skuadra NASA mirë edhe me këtë fush, profesor. NASA është si puna AKKSH-is. Është një ent i cili thjesht financon projektet, ose me sakë, menaxhon financat. Me gravitonit merret CERN-i. Nga që nuk e din, me grimcat elementare merret CERN-i. Para CERN-it, kur u themelu CERN-i edhe kur u themelu NASA. CERN-i është themelu para NASA-s. CERN-i është themelu para NASA-s. O, profesor. Ka festu 7 vjetori në vjetë. CERN-i. Profesor, NASA zyrtarisht miret me... Qëfar do thot NASA? Me efektet në hapsirën, profesor. Po pra, me qa lidhe ka gravitoni tu me hapsirën? Se ka efektin e gravitetit. Hapsira ka efektin e gravitetit. Dhe NASA miret edhe me këtë pjesë. Hapsira ka... E ka faqen zyrtore, e ka rubrikën e posaçme edhe për efektet në hapsirë. Që është edhe fusha e gravitetit. Ore, fusha e gravitetit, ose forca e rëndesës e quajmë ne, në Shqip. Dhe aty e ke që gravitoni është grimës hipotetike. Pa tjetër, ka 7 vjetë që nuk është e kapshme dhe e matshme. A të bëj një pyetje... Jo, një minut. Ne, sot, ne pranojmë limitet tona. Ne sot e kemi të pamundur, nuk kemi energjinë e mjaftueshme për zbuluar gravitonin. Dakor? Për të zbuluar gravitonin, na duhet një përshpejtues që të ketë dimensionet e sistemit tonë diellor. Tani e mbaruam këtë punë, do të thonë, nuk kapet diçka dhe nuk mundi me diçka që nuk e di, fillon me punës, fillon në punë. Shkenca, ja tani ta tregoj unë. Shkenca merret me fakte dhe me
çështje empirike, pra të matshme, nuk flitet me hipoteza në shkencë. Për cilën hipoteze ke fjalën? Gravitonin pra. Për gravitonin. Po ç'pun ke? Kush e përmendi? Vale, e përmend ty gravitonin. Jo, unë nuk thash gjë për gravitonin. Unë edhe ti e përmendëm gravitonin, mos e jemi. Unë po të them. Ju po flisni. Ju po mendoni. Ju po flisni sikur që jeni vetëm, sikur që jemi unë dhe ju në kafe dhe askush po na ndëgjon. E dini sa mira njerëz na shohin këtë studio. Po, edhe çfarë do të jel tyve tani? Për çfarë? Gravitoni? Jo, edhe mua dhe juve. Gravitoni. Sepse na folën për gravitonin dhe gravitetin. Gravitoni i cili është element të të bëj një pyetje. Pa identifikueshëm edhe i pamatshëm. Kush është bartësi i bashkëveprimit elektromagnetik që fole pak më parë i fushës elektromagnetike? Kush e përcjell të fushë? Profesor, tani dalim edhe tek fusha elektromagnetike se unë paska pyetje. Kush e përcjell fushën elektromagnetike? Ta përfundojmë një herë temën. Na shpëtoi gjallë ky. Arsyeja është shumë e thjeshtë pse do të pyetje. Çdo forcë. Ta përfundojmë temën e gravitetit i cili është hipotetik. Është vetëm veprim. Po nuk është i matshëm. Atëherë edhe një herë, mos fol për gjëra që nuk i din. Ore, më duket se jemi takuar një herë bashkë, po nëse. Unë po cilli fakte ju po thoni gjëra që nuk i din. Atëherë, po mundohem të them diçka tjetër. Çdo forcë ka një grimcë që e bart këtë forcë. Kemi 4 forca që njohim ne. Gravitetin, elektromagnetiken, bërthamorën e fortë, bërthamorën e dobët. Për 3 dhe quhet elektrodebole, bashkëveprimi ose elektro i dobët, ne i njohim bartësit. Elektromagnetizmi me fotonet. Dakor? Kemi W-n, kemi dhe Z-ën, të cilët bartin dhe janë kapur në CERN që të gjithë. Qysh në fillim, u tha, edhe graviteti, edhe po ta shpjegoj, trurësh i bëni në katedrat e juja. Po, dhe ato katedra, sa vërdjeni, prodhojnë gjithë teknologji që ti përdor tani. Teknologji që ti e përdor tani, e prodhojnë ato katedra. Sa po ta dëshmova që ju keni punë për gravitetin tërkohën me teoritë tuaja. Një veprim i cili nuk është i matshëm. Një pyetje të bëra. Çfarë teknologjie keni prodhuar ju me hipotezat e juaja? Cilën teknologji keni prodhuar? Unë jam duke nxjerr tani, ndëgjoj tani mirë. Jo. Një teori fizike dhe një hipotezë fizike ka një pasojë reale mbrapa. Dhe ne kemi këtë teknologji që ne përdorim sot. Bashkë me apo flasim ne tani? Po flasim me wireless, dakor? Ka një sistem që të çon në një satelit, nga sateliti sjell tu, që për ty sateliti nuk ekziston. Dakor? Të gjitha janë prodhuar në bazë për mua shka ekziston apo ju nuk e dini. Si? Për mua shka ekziston apo ju nuk keni dieni. Për ty? Edhe? Kush është problemi? Nuk beson ti, çfarë problemi ka? Jo ka problem, sepse ju i besoni, edhe ju edhe Edi, i besoni bisedës në telefon në 68-ën të Neil Armstrongut me presidentin Nixon nga zyra ovale në Hën. Atëherë, e para punës për nga thonë gjëra. Me telefon me tela. E para punës i herë, Neil Armstrong ka shkuar në 69-ën. Ose mësoni datat mirë, ose mos fshisni. E dyta. 68 e ki. 68 e ki. Ore, kur është bërë biseda e parë radio? Jo në telefon, se është në radio, jo në telefon. Pse ajo teknologji nuk u implikua, nuk u aplikua në Amerikë në tokë? Pra, kusht aty e ke sot? Gjithë kjo që po përdor sot ti? Po jo, në 68-ën, profesor. Në 68-ën? Se su shbot qaja teknologji në telefonin asaj kove. Ore, kur është prodhuar telefoni parë celular? Edhe të nishin. Në 74-ën. Nuk po flas për linjën e parë celulare. Telefoni i parë, biseda e parë, ndërmjet 2 inxhinierëve të AT&T-s dhe të Verizonit ka qenë në 74-ën. Është bërë biseda e parë nga një telefon celular. Kur ka fol Nixoni dhe Armstrongu në telefon me tela, në çfarë viti? Po s'kan fol në telefon, më kush ta di që ka fol në telefon? E para punës jashtë e ki videon live mëre e ki në faqen e Richard Nixoni. Presidentit Richard Nixon në YouTube e ki. Që është në 94-ës. Nixoni nuk ka fol me askër. Neil Armstrong. Neil Armstrongu në Hën, o profesor.
Ju nuk të qenë në tokë bukës. Në 68-ën, Neil Armstrong nuk ka qenë në hënë. Ka qenë 21 korrik të 69-ës. është misioni i parë. Mirë, hajde që për thomi edhe 69-a. Ju kësa i besoni. Shumë unë nuk besoj asë gjojë. Që në 69-ën, vazhdojmë këto, besoj. Unë nuk jem besimtar, unë nuk besoj. Arsye pse nuk besoj, prandaj jam për fizikan. Sepse unë dua provat dhe argumentat. Për këtë bëjmë eksperimentet, dhe unë po të pyes, çfarë eksperimenti keni bërë ndonjëherë ju në jetën tuaj? Çfarë prove keni bërë ju? Përveç fjalëve. Tani, unë për ato që them, kam gjithë të teknologjikë të përqarë që më mbështet. Ju çfarë keni? Pemën? Unë nuk më njihni fare. Ju mu nuk më njihni fare. Edhe ju nuk më njihni fare. Për herë parë po e dëgjoni emrin tim. Edhe ju nuk më njihni. Dërsa unë ju njoh juve mirë. Ore nuk më njeh. I njeh, më njeh. Jo, unë ju njoh mirë. Dhe edhe një herë, si kërcënime the këtë, i pari në listë. Jo, absolutisht. Ju e njoh si profesionist. E njoh si profesionist. Arianit, kjo bisedë ishte e papritur, ne nuk është se kishim planifikuar të flisim. Pa marrë parasysh, unë e njoh profesorin Moti. Megjithatë, edhe një gjë dua të them, Arianit ke të drejtë kur thua që ka pa barazi. Profesori flet nga studio, ti flet nga direkt. Prandaj profesor, kur të ikësh, do marrësh librin e Arianitit, do ta bëjmë në dhuratë për ta kuptuar se ku i ka lexuar Arianiti ato që thotë. Arenito, me gjithë respektin, edhe një fjallë fundit me profesorin. I kam lezuar dhe këtë teori. Arenit, mos u shqetësor. Unë në qershor të këtij viti, në qershor pra edhe një muaj, del votimi i 100 fakteve shkencore se pse na gënjyen që toka është sferike. Bukur. Dhe tani, unë po të besën edhe fjallën e nderit që ko me ardhë në Tiranë, ko me ta dorëzu kopjen me dorën time, dhe një nga një faktet e mija që i kom shkojmë bashkë. Do mi më poshtë. A shkojmë deri në Synej? Do i shkojmë bashkë. Por ta thash për direkt, do i shkojmë bashkë. Se profesori nuk jeton Tiranë, jeton Synejt Kavajës, edhe rrim edhe për drek, ne pim verë të bartë, ti me no. Se nuk pi... Jo. Profesor. Tani, me që Joe Biden Aranit në shpëtoj gjallë, ose ne kemi 10 vjetë që e kena vra, do të alem nesër këtë punë tani, se në mbeti Joe Biden gjallë. është i teori që na iku dhe koha. Përqafoj shumë, je shumë i këndshëm, je jashtëzakonshëm. Megjithatë mos e kapat gjetën e pemës se ndoshta Zekorendi dhe turoj gjithë mirat i dashur, miru pafshim. Dhe kuptove më në fund Araniti e kuptu kush është këtu tradhtari i këtij programi, kush është kali i Trojës i këtij programi. Është Edi Oga që beson që toka është sferike. Dhe ma ka mush menin dhe mu që toka është sferike. Pike zez. Miru pafshim gjithë mirat i dashur. Mirupafshim. Falenderoj shumë, edhe për herë të parë pash që ke pasion në shpjegim, do më thënë është... Vetëm se problemi është që këto debate nuk mund të bëhen kështu, dhe faktikisht tojnë vetëm me fjalë. To është ishte gabimi jonë, s'duhet ta kishim bërë. Jo, më mirë. Na joshi shumë ide. Debati mua më pëlqen. Profesori ka ngarkesë elektrike dhe kërkon të debatoj për shembull një proton me neutron. Me neutronet nuk do me... Jo, është një pyetje, pyetja që bëri ai është perfekte. E kam bërë para një muaji gjithë studentëve të mi. Dhe i thash, i bërë llogaritin dhe normalisht forca gravitacionale është 10 fuqi 36 herë për elektronet, për protonet. Më e vogël, uli çike. Jo, është 10 fuqi 36. Ai. 34 herë. Ka ndryshim. Domethënë, dhe i thash, shumë bukur i thash, po pse ne themi që është graviteti? Tash ne masim ngarkesën e tokës. Dhe dim që ngarkesa e tokës është 400 kulon, afërsisht. Kaq është pothuajse gjithë planetëve. Dhe i bëra llogaritin sa është forca tërheqëse gravitacionale mes tokës dhe hënës, elektrostatikja mes tokës dhe hënës. Pse? Sepse gjithmonë ne kemi plusin dhe minusin. Në momentin eliminohet fusha elektrike, ose forca bashkërimit elektrike dhe mbaroj. Ti e di që ka i test tjetër që hëna nuk është fare, është plazëm, që e kanë vënë këta të sorës. Tezat kemi sa duash ne. Mirë, jo që ta kesh parasysh, me që jep mësim. Dielli është i ftohtë, etj. Ftohtë dielli? Shpëton nga libri i Aranitit e kemi poshtë. Dhe do ta lexosh dhe do ta pas pak me zonjën Florenca do rikthehemi në tokë. Me petla, me gjona, me djathë, me kështu, vetëm pas pak. Po t'ishte toka e Rumbullakët, pse mos ishte tepsia e Rumbullakët? Po është
E shesh, tepsia. Tepsia është e shesh dhe rumbullake njësisht. Jo, do të sferike. Imagjino një tepsi sferike ta bëni byrekun kështu, ti bëni petet. Unë pash zotin Cazo dje që kishte nxjerrë 2 gota ujë, në një vend ishte ujë rinte i shesh, në një vend i mysët. Do i qëndrojmë kështu midis tokës së shesh apo tokës. Nuk do gatuan sot. Pse? Po nuk është sot të agjërimi. Koha. Jo, të premten është Kurban Berami. Gjithsesi profesor, mua nuk ma mbush dot mendjen që toka është. Po ti pse? Po ti shketi. Ti çpate. Jo, ti çpate. Një minutë. Atëherë. Veç na gjeti beda. Nuk të mbush mendja që toka është sferike. Nuk është sferike, nuk ma mbush mendjen. Po pra nuk të mbush mendja, është e shesh. Është e shesh. Tani, ti mendon që ky planet do e vrasi mendjen se çfarë mendon ti dhe unë? Po e vrasim ne, si jemi mbi tokë. Po mirë, ti vazhdo vrite. Planeti nuk shqetësohet fare, mbi gjitha, ekziston para nesh, ka ekzistuar, se të vazhdojë të ekzistojë edhe kur zhdukemi ne. Një lloj siç vazhdoi të ekzistojë kur zhduken dinosaurët. Po ju do thoni që dinosaurët nuk kanë ekzistuar. Kanë ekzistuar, se ka patur prova shkencore. Jo, ka patur, janë gjetur skeletet. Ka, domethënë, prova. Janë matur. Duke bërë matje, edhe njëherë, gjithë problemi i të folur të teorive konspirative është problemi kur fillojnë të bëjnë matje ose eksperimente për të vërtetuar teoritë e veta. Në të gjitha rastet i ka dalë që toka është sferike, për shembull. Kanë bërë disa eksperimente, shumë e bukur, i kanë hedhur, njëri ka qenë live dhe dështimi pastaj e fundit fare ishte para ca muajsh, kur ishte verë në Antarktid, se në Antarktid tani po fillon dimri, është mesi dimrit në Antarktid. Ka filluar dimri në Antarktid tani. Dhe çfarë quan, një nga eksponentët më famoz të teorisë së tokës shesh, që thoshte që në Antarktid nuk lejohet se ka ushtar me armë atje, e hipën avion, shkuan vajtën në bazën amerikane, sepse janë disa baza, është ndërkombëtare faktikisht, nuk është vetëm amerikane, quan atje dhe ajo habit, sepse pa që me të vërtetë diellin nuk rëndon. Megjithatë, duhet të pranojmë dhe një gjë që nga herë dhe ju shkencëtarët e fusnin kot, se për shembull, tani na ka dalë që përplasja mes galaktikës son, pra rrugës qumshit, dhe fqinjës saj më të madhe galaktikës së Andromedës e parashikuar të ndodhë mas 2 miliardë gjysmë vitesh deri në 4 miliardë vite. 4,5 miliardë vite. Jo, valla, qeka më vonë, nuk qeka. E kanë shty. Ndoshta dhe s'ndodh fare. E kanë shty për e këtyre ndeshjeve për ekipët botërore. Është një gjë shumë e bukur. Keni qenë 1912 me këtë histori, tani ja u dot vetë. Para punës së herë 920 është specifikuar që 924 është marrë vesh që Andromeda ishte galaktik. Deri atë periudhë për 12 e shkrua ABC-a zëri vërtetës mirë keq. Tani po them tani ç'a ndodhi. Andromeda ne njohim me kohë ne. Jeni me kohë. Po ne, domethënë një është që në antikitet Andromeda. Po. Çështja është që ose më saktë, gjetja që Andromeda është një objekt jashtë galaktikës sonë, sepse deri në 1920-ën ka qenë një debat shumë i madh mes Fickit dhe Shapiros edhe një tjetri, janë astronom të fillim shekullit të 20, nëse universi që ne jemi ishte vetëm galaktika jonë. Pastaj kur Edwin Hubble bëri matjet e para dhe zbuloi cefeidat, yjet pulsues, se prandaj duhet bërë matje. Se më duket se zotëria thotë që Marsi nuk ekziston, më duket parafolsi, më duket se e kanë pa diku. Por mbasi nëse bëjmë ndonjë intervistë tjetër. Dhe ai vuri re që distanca ishte më e madhe dhe përcaktoi për herë të parë që me të vërtetë ky objekt është jashtë galaktikës tonë. Kur bën matje pastaj doli që ishte 2 herë më e madhe se galaktika jonë. Pastaj u panë re vogël e Magellanit, re e madhe e Magellanit, që çuditërisht nuk shikohen në hemisferën veriore. Po mund marrësh një anije, të shkosh drejt Australisë dhe të ngresh kokën lart në qiell dhe të shikosh renë e vogël dhe renë e madhe të Magellanit, sepse duken me sy të lirë, pasi janë vetëm 100.000 deri dhe 170.000 vite dritë larg nesh. Janë shumë afër. Koleg, Mimi fund po mbyll me një jo batut, po është një lloj gafe që kanë bërë këta të tokës shes, sepse kanë thënë që para 2 javësh organizua diku në një qytet në Tokyo, më duket, kongresi i flat eartherëve, pra i personave që besojnë nga gjithë globi. Nga gjithë globi, patjetër. Jo, mbështetësit e tokës shesht janë të shpërndar cet në gjithë globin. Profesor, faleminderit shumë për sot. Shumë faleminderit. Këtë gjë të papritur që na ndodhi. Do shihemi nesër. Ishte vërtet shumë e bukur. Na le pa buk. Shkenca te pa buk. Ky është ajo që mësuam. Na la pa petra sot. Po çana bot.